Rosalinda Plaka, 24 vjeçaria e cila u mor peng nga ish i fejuari i saj, Refit Pusi, pasi vrau me armë prindrit e saj, Kosta dhe Belere Plakën, ka rrëfyer lidhjen me 35 vjeçarin e ndjer dhe gjithçka ndodhi ditën e krimit. Në vitin 2020 kemi shpallur fejesën dhe kemi krijuar hyrjedalje familjare. Lidhja jon ka vazhduar deri në vitin 2024, kohë në të cilën nuk kam kërkuar të ndahem nga ai, por Refiti nuk ka pranuar. Arsyeja ka qenë sepse ai kishte një jetë të shregullt, nuk ishte i përqendruar te lidhja jon, kishte qenë jashtë shtetit në burg dhe të gjitha këto nuk më përshtateshin mua. Këto gjëra i dinin edhe prindrit e mi, të cilët nuk kanë qenë dakord për këtë lidhje, që në fillim kam qenë duke fjetur gjumë në dhomën time, kurse prindrit e mi kanë qenë në dhomën e tyre. Kam dëgjuar zhurmë të fortë që më zhdukur sikur krisma arme dhe kam dalë në korridor të shikoj se çfarë kishte ndodhur. Kur dola, kam parë Refit Pusin në korridor me një armë të gjatë, si ato të gjahut në dorë, si dhe kam parë babain tim, Kosta Plaka, të shtrirë përmbys te hyrja e dhomës, i mbuluar me gjak. Unë i kam kapur armën dhe po e mbaja, por Refiti bërtiste, do t'ju vras të gjithëve. Më shtyu dhe më qelloi me grusht, theu derën e dhomës sime dhe aty jam plagosur me copa xhami në trup. Më mori me forcë se më hipi te makina. Momenti kur më mori me forcë nga shtëpia, deri kur kam hipur në makinë nuk më kujtohet, sepse kam qenë shumë e tronditur.